Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni informativ i lajmeve, ai orës 11:10. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Dy persona mbetën të vdekur në një aksident në Golem pak pas mesnate. Elton Luzati, 44 vjeç nga Tirana, si dhe pasagjeri ende i pa identifikuar humbën jetën pasi motori me cilin udhtonin u përplas me murin e një hoteli. Dyshohet se shkaki ishte shpejtësia e lartë. Florian Dalladaku, i cili qelloi me skjepar nënën duke lënë të vdekur në vend dhe plagosit të atin, u arrestuan mbrëmë teksa tentonte të largohej me makinën e të vllajt. Ai vuan nga problemet të shëndetit mendor dhe ka qenë i shtruar 2 herë në spitalin psikiatrik të Elbasanit. Më herët 45 vjeçari ka tentuar të vrasë një person. Elion Braçe bën të qartë se do të shkojë deri në fund të ambicjes për të drejtuar Bashkinë e Tiranës. Përmes një videomesazhi ai thotë se ka prekur kryeqytetin rrugic më rrugic dhe njeh mirë problematikat e tij. Shton se qytetarët duhet të zgjedhin dhe jo të shkojë emri me një njoftim. Shtetet e Bashkuara vendosën shpërblimin $10 milion për liderët ushtarak të Pasdaranit. Ata synojnë personelin amerikan me sulme dhe infrastrukturën kritike me sulme kibernetike. Na ndihmoni të veprojmë kundër kërcënimeve, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Publikohen gjithashtu dhe fotot e liderëve kryesor të Gardës Revolucionare. Kontarja shqiptare U21 ka marrë fitoren e parë në lojrat mesdhetare Taranto 2026, duke mundur Kosovën me rezultatin 3-1 në ndeshjen e dytë të grupit B. Me këtë rezultat Shqipëria shkon në kuotën e 4 pikëve pas 2 ndeshjeve dhe vijon me ambicie aventurën në Taranto 2026.